Pas më shumë se 3 dekadash, festivali i këngës për fëmijë është rikthyer në Lezhë, duke sjellë në skenë talente të vegjël të qytetit. Edicioni i parë i festivalit Val Zërash u zhvillua në Pallatin e Kulturës, ku 12 këngë të interpretuar nga nxënës të cilët janë veçar konkurruan për çmimet kryesore. Për më shumë se një orë, zërat e fëmijëve dhe performancat artistike mbajtën të angazhuar publikun, ndërsa atmosfera u shoqërua me dore të orkide të vazhdueshme dhe emocione të veçantë. Festivali është një nismë e drejtorisë Renalt Arsin Parauniversitare në Lezhë, e cila synon ta kthejë këtë aktivitet në një traditë të përvitshme në funksion të promovimit të talentet e reja dhe zhvillimit të jetës artistike për fëmijët. Ke rikthyer festivalin pas 36 vitesh, ne bëjmë një vlerësim dhe një omazh për ato të cilët realisht kanë dhënë kontribut dhe sot nuk jetojnë. Përveç asaj do thoya që festivali i këngës Val Zërash, të cilin e nisëm këtë vit pas 36 vitesh, do të vijojë në edicione të ardhshme. Ky nuk do të jetë edicioni i parë dhe i fundit, por do të jetë një edicion i cili do pasohet edhe nga edicionet të tjera, për një arsye shumë të thjeshtë. Lezhë ka talent. Lezhë është një burim muzike dhe Lezhë meriton jo këtë festival, por shumë më tepër. Jam shumë krenar për idenë dhe realizimin e drejtorit të drapit zotit Hasan Muqa, që ka menduar me kthy festivalin e fëmijëve në Lezhë. Unë jam produkt i festivalit të fëmijëve në Lezhë. Dhe jo kënga që mori çmimin e parë, që e kam kompozuar tani, por një këngë tjetër unë e kam kënuar në klasë 5 në kohën time në festival të fëmijëve në Lezhë. Rëndësinë e rikthimit të këtij festivali e vlerësoi dhe kompozitori i njohur Xhani Ciko, i cili kryesoi jurinë e festivalit. Sipas tij, aktivitetet të tilla krijojnë hapësira të rëndësishme për zhvillimin artistik të fëmijëve dhe pasurimin e jetës kulturore të qytetit. E vlerësoj vërtet si një ngjarje të rëndësishme, sepse rikthimi i një tradite është sikur të qelësh një pus me një burim të madh uji apo naftë qoftë diçka tjetër. Është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme për më tepër që Lezhë, jo vetëm si një qendër kulturore me vlerë, por nga ana tjetër edhe si një shkollë, si ajo Beslidhjes, ka marrë përsipër të rikthejë traditën në fal kujdesit punës të madhe të mësuesve, të cilët jo vetëm ka mësuar nxënësit të këndojnë dhe të ngrenë këtë festival, por nga ana tjetër dhe kanë kompozuar po vetë këngët e këtij festivali. Festivalin e parë të këngës për fëmijë në Lezhë e fitoi Ambra Uku me këngën Pyetje. Çmimi i dytë shkoi për Ariana Jakun me Frym, ndërsa çmimi i tretë u nda për duetin Ajsi Pergjoni dhe Klevis Preka me interpretimin e këngës Kopshti Zoologjik.